Në qoftë se do të duhej të pije një gotë verë me Vask Surrin ose Arjan Surrin, këtë do të zgjidhje, se janë edhe në një fis ato të dy. Vaskën, s'krahasohet Vaska me Arjan. Po pse? Vaska këndon, por nuk është se është në një natyrë e bisedës, ndërsa me Arjanin ti mund të bisedosh. Jo, Vaskën duhet ta njohë. Vaska është folklor, është qytetari, është muzikant, është babaxhan, ka qenë zjarfikës. Vaska ka bërë më shumë punë publike të dobishme, ka shpëtuar jetë, ka fikur zjarre. Arjani çka ka bërë? Ka qenë dhe shofer dhe zjarfikës. Çka ka bërë Arjani? Arjani çfarë? Të duket i zgjuar ai Arjan Surri? Arjani si nxënësit e dalluar në bankën e parë, që e mëson përmendesh dhe e thot kaq. Arjani e kam pasur në shkollë në Përmet, e kam thënë gjithmonë një djalë i bullizuar që tani po mundohet të hakmeret ndaj personave të gabuar, kështu që veç kur thot studentët e mi më shkatron fare. Se janë dilem ku e ka bërë shkollën ky djalë. Se unë e kam lënë prift, e kam lënë te Kori i Kishës në Përmet. Te Kori i Kishës. Po ai thotë e ka bërë në Gjirokastër, pastaj mund ta ketë bërë në Greqi? Unë nuk e di. Ka qenë Kristali atëherë se ca kohë u hap dhe në Përmet. Kështu që u hap Kristalin. Po. Vinin gjithë çunat e Lazaratit, blinin diplomën. Po deklaratat e tij si të duken? Për dashurinë që nuk ekziston, për Njerëzit që nuk dashurojnë bëjnë deklarata dashurie. Njerëzit që dashurojnë bëjnë puthin, dashurojnë, kryejnë marrëdhënie, s'ka nevojë ta komentojnë. Që nga moment e mbam para 90-s, ti ke qenë e vogël, kur thoshin ky person është qefli, është ashik. Dhe inde pina të tekën e rakis vetëm, quan në mënyrat e vetë, dhe kur se komentonte. Tani gjithë çunat këtë e kam pasun, këtë unë, edhe këtë te kati tret unë. Atë te kati 4 nuk e doja, ndodh si tek Nata me ënë e Kadares, që doli në fund, doli e virgjër, dhe pune. Kush bën nuk komenton. Është shumë personale, ajo është ndjesi shpirtërore, mendore, seksuale, se ti nuk e shpreh dot. Si ti thuash tjetrit, që domthon ajo ka një puthje tipike, ti do ta mbash për vete atë gjë, sepse sa më e fshet, aq më jorse është.